Situata në Shqipëri, sot data 12/6/2026. Protestat vazhdojnë, gjendja është kritike, ndose shumë thonë që këto janë protesta paqeje, por sidoqoftë sot është data 12, pra është dita e 12 e protestave dhe protestuesit në vend që të reduktohen shtohen gjithmonë e më shumë. Bile sot po shikoja që kishte një entuziazm shumë herë më të madh se herët e tjera. Bile disa nga gazetarët kishin bërë dhe disa video, pra dhe thoshin që është një moment që po shtohet gjithmonë e më shumë, pra jo vetëm entuziazmi, por edhe pjesëmarrja në këto protesta. Bile pash njëkohësisht edhe protestat që janë bërë në Bruksel, përpara Komisionit Evropian pra të Brukselit, me qindra protestues edhe atje. Dhe dikush fliste që unë nuk e njoh si emër, por nuk u informova dhe për këtë, sepse doja vetëm thjesht të informohesha nëse ishte vërtet protesta ose jo, por është e vërtet. Madje jo vetëm atje, por protesta pas kërkan në të gjitha qytetet dhe shtetet e botës. Pra, çfarë po ndodh dhe ku do ta çojë kjo protest pra Shqipërinë dhe qeverinë shqiptare? Duhet të dini që Komisioni Evropian sapo ka dhënë ultimatumin për shfuqizimin, si mund të quhet, të ligjit për sa i përket të investimeve strategjike në Shqipëri. Në fakt edhe vetë kryeministri Rama ka dalë publikisht duke thënë që do shfuqizojmë pra ligjin e investimeve strategjike, që do të thotë që të gjitha ato investimet nga tani e tutje që parashikohet në territorin shqiptar do të pezullohen gjithandej. Madje mendohet që mund të jetë shkaku pikërisht pra Sazani me Zvërnecin, që Komisioni Evropian është shprehur pikërisht për këtë. Pra është shprehur që duhet të rishikohet edhe njerë ligji i investimeve strategjike. Dhe ka qenë ky shkaku që sipas gjasave vetë kryeministri ka dhënë këtë lajm pra për shfuqizimin e këtij ligji. Tani çfarë ka në mes të kësaj? Disa thonë që nuk bëhet asgjë sepse janë shifra të ulta në krahasim me vendet përreth, pra të Italisë, Greqisë e tjerë, pra shifra të ulta të investimeve. Dhe duke ndaluar këto shifra, atëherë do thotë që nuk ka zhvillim. Disa ekspertë, tonë shumë shqiptar dhe disa politikanë shqiptar, pash në disa lajme, lexova disa gazeta dhe disa portale, dhe thonë që ky investim, me fjalë këto investime, nëse në këtë rast do shfuqizohet ligji për investime strategjike, këto investime pra janë shumë të ulta, thuhet. Po mirë, ne deri tani nuk kemi patur investime. Pra investimet që kanë qenë në Shqipëri kanë qenë shumë të ulta. Dhe nëse bëhet fjalë për shembull në këtë rast, sepse lexova që një investim i madh 1.5 miliard euro. Dhe një tjetër investim që ky tjetër këtu 4 miliard euro. Pra në investime të tilla ne nuk kemi patur kurrë dhe mendoj që është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë. Megjithatë, kam thënë dhe herët e kaluara dhe doja t'ju pyes edhe juve që në këto investime, gjithmonë kur janë të huajit, padyshim ata e bëjnë për veten e tyre sepse nuk e bëjnë për vendin. Por sidoqoftë do t'japi vendit krah pune, pra punëtorët do të punojnë aty, taksa do të pagohen pikërisht në Shqipëri etj. Pra mundet që ky të jetë një formë zhvillimi për Shqipërinë, po ose jo. Do të dëshiroj që ta diskutonim sepse shumë diskutime bëhen në rrjetet sociale të shpërndara dhe duke qenë këtu të gjithë bashkë në një vend të caktuar që secili ka mendimin e tij dhe e thot haptazi, ndoshta diku mund të shkojë ky diskutimi ynë. Pra dikush mund t'i lexoj këto diskutime, por edhe të shikojë edhe videon. Pash një fragment të një diskutimi, të një programi të rëndësishëm me disa të ftuar pas dite dhe më bëri përshtypje sepse dikush nga komentuesit ose mirë nga ata që ishin të ftuar thoshte që po bëhet gabim i madh për ndalimin e këtyre investimeve. Dgjoni, unë mendojmë që t'jem asnjanës, siç e keni vënë re, kërkoj që t'jem asnjanës, askush nuk është perfekt, por sidoqoftë deri tani kam kërkuar që t'jem në një status me fjalë sepse nuk më intereson politika. Nga ana tjetër më interesojnë dhe njerëzit. Në këtë rast për shembull, ku ka me mira protestues, jo vetëm në brenda Shqipërisë, pra, por edhe në vendet e tjera të botës që janë ngritur në këmbë, unë them që në këtë
prizëm duhet studiuar mirë. Duhet studiuar mirë që edhe si kur të kesh ngjyra politike, në këtë rast ky zotëria që mendoj që është i partisë tjetër, nuk dua të them emra sepse këtu nuk bëhet fjalë për një personazh ose një tjetër. Këtu bëhet fjalë për të diskutuar të gjithë së bashku sepse është për të mirën e të gjithëve. Nëse do të bëhen investime përsëris dhe një herë, investimet kryesisht për parat e atyre që investojnë, të investitorëve, ato para do kthehen sërish mbrapsht, sepse nëse do të jeni ju, për shembull, kushdo qoftë, do të shkoni të bëni një investim për shembull edhe këtu në Itali, në Amerikë apo kudo qoftë. Investimi është juaj. Pra parat janë tuajat. Kështu që ato para ju do t'i merrni dhe do të shfrytëzoni diku tjetër, qoftë në bursë, qoftë diku tjetër apo ku ta diun. Anasjelltas nëse do të ishte në Shqipëri. Nëse do të ishte një shqiptar do ta bënte këtë brenda territorit shqiptar, kurse një huaj e bën për vendin e tij dhe për xhepat e tij. Pra, nga një anë është e vërtetë që këto investime kanë edhe një thik me dy presa, por është edhe po aq e vërtet që një investim i tillë krijon vende pune, pagon taksa, krijon pastaj edhe bukuria e ndërtimeve që do të jetë, sepse vorare për shembull disa rezorte janë të niveleve të larta. Normal bëhet fjalë për një shumë të mëdha. Megjithatë, ju çfarë mendoni për një situatë të tillë? Shikoni, edhe vetë kryeministri tha sot në një intervistë që sepse unë tek sa punoj kështu, vendos disa video, bëj disa shikime ndonjëherë tek këtu, dhe po thoshte që është edhe sikur të vazhdojnë këto protestat për muaj të tëra, ideja ime është që mos të tërhiqem nga investimi. Tani, unë mendoj që duhet të merret parasysh dhe diçka tjetër, sepse populli ka votuar, normal. Ka votuar që sot ishte të jetë kryeminist. Tani, disa thonë që nuk është e vërtet, sepse megjithatë nuk dua të ndalem këtu tek votimet. Por nëse ka votuar deri dje dhe sot voton jo, atëherë kush merret për bazë? Merret dje apo sot? Pra nëse populli ka vendosur, ka votuar dje dhe sot thot jo, kush merret për bazë? Dhe nëse kjo është një pyetje, dhe pyetja tjetër, nëse do të hapet një si mund të quhet, një portal ose një peticion. Tapet një peticion për sa i përket investimeve në Shqipëri. Për shembull, investimit në Zvërnec. Tapet një peticion me emër mbi emër, me dokument emër mbi emër, secili t'jap dokumentin e tij, emër mbi emër dhe të votoj do investimin apo nuk e do investimin. Nëse bëhet një gjë e tillë, ju çfarë mendimi keni? Pra, është një ide, them unë, që mund të revolucionoj, pra, pikërisht këtë rast të protestave, sepse mund të jetë në favor, mund të mos jetë në favor. Megjithatë, kjo do të rregullonte, si mund të quhet, ose do të qetësonte të gjitha palët, qoftë nga njëra anë, qoftë nga ana tjetër, pikërisht pra, sepse aty do dukeshin qartë. Nuk po bëhet fjalë këtu për të huaj, nuk po bëhet fjalë këtu që të shtosh emra kot në kot. Jo, të dokumentuara, me numër dokumenti, të gjithë. Unë them që në një moment të tillë delikat, një peticion i tillë ose një seleksionim i tillë do të ishte themelor. Qoftë për qeverinë, por qoftë edhe për protestuesit. Ju çfarë mendimi keni? Shpërndajeni këtë video, lini komentin tuaj që ta diskutojmë dhe të shikojmë nëse kjo që po them unë mund të jetë një ide. Kalofshi bukur.